ekspozitorin tonë, ne kemi vendosur disa prej punëve më të mira të realizuara nga Alpini, apo më të veçanta, le të themi. Edhe më të fundit. Edhe më të fundit. Që ka zgjedhur edhe të dy bashkë do t'i shohim edhe do t'i analizojmë hap pas hapi. Megjithatë, të flasim pak dhe të nisim me artizanatin. Pse ka që rëndësishëm, pse ka që aktual, dhe më vjen mirë që në fakt është kthyer në qendër të vëmendjes të artistëve sot, sepse shumë prej jush pjesë të cilët ne kemi pasur edhe pjesë programit tonë, siç ishte edhe artizania që kishin pak më parë, zgjidhni të bëni edhe të sillni punime të bukura. Kaq inspirues është puna me dorë? Mua në rrugtimin tim si artist, në gjithë jetën më ka tërhequr gjithmonë të merrem me artizanatin, ta studioj, siç edhe me trashëgimin. Siç edhe prodhoj jam producent e një festivali që quhet Lin Festival, në një Lin Festival në fshatin e mirënjohur Lin. Dhe gjithmonë jam marrë me modën, haute couture, punimet me dorë, domethënë i modifikoja, handmade, më të req. Dhe vazhdoj akoma dhe jam shumë inspiruar nga muaj në muaj për të sjellë gjithmonë risi. Nga koleksioni, nga Panajiri, edhe nga Bologna, jemi këtë javë prapë në Lago di Garda, tek Panajiri kputzëve dhe sandaleve handmade, një gjë shumë e veçantë, edhe kam sjell pjesë të veshje nga dy koleksionet që unë po nxjerr në dritë. Po çfarë të inspiron më shumë? Të inspirojnë ngjyrat apo të inspirojnë mbase ato detajet e veçanta, ornamentet e ndryshme që ne në kulturën dhe në traditën tonë kemi? Kam si edhe elementë të traditës tu, minimalist, si që citova më sipër, unë kam mision artizanatin dhe më pëlqen dhe më tërheq shumë. Dhe mendoj që është një mision edhe si atribut i asaj çfarë ne kemi trashëguar, për ato çfarë na kanë lënë, por edhe për t'ia transmetuar brezit të ardhshëm. Dhe kjo ku ka gjë më të bukur se ti transmetosh kulturë, artizanat dhe estetik, sepse këto janë estetik, janë veshje apo aksesor që nuk i kam këtu prezent, sova vetëm një pjesë të veshjeve dhe janë shumë inspiruese. Këto janë nga koleksioni Sorrento, e kam titulluar. Na çove në Itali. Mirë, meqense na çove direkt në Itali, po e marrim një pjesës dhe koleksionit të Sorrentos. I ke ruajtur detajet e bukura që ato kanë. Kjo është një xhaket. Super. Po? Xhaket jeans e kam sjellë shumë legjera e butë, me këto mëngët me cepa, me dekoracionin. Në fakt, këto dy veshje janë një atribut për femrën, për figurën e femrës. Në gjë shumë e rëndësishme se sa lart duhet qëndroj gjithmonë femra, dhe me thënë në aspektin estetik, është shumë e rëndësishme. Cilat janë disa prej detajeve me të cilat ti ke më për zemër edhe ke punuar me më shumë me shumë dëshirë për ta sjellë në të xhaket që kemi këtu. Po, përpos Shoh që është shumë asimetrike edhe në prerje të mëngëve, të jakës. Edhe dekoracioni që është qepur me dorë, kjo pjesa këtu, gjitha, kam dashur vetë të krijoj disa rrudha, që të krijoj një çrregullsi edhe në lëvizje, edhe mënga. Mua më tërheq gjithmonë të sjell inovacion. Inovacion ose të sjell retron, ta sjell retrofuturistike, është gjë shumë e rëndësishme. Këtu jemi në këtë, jemi gjithmonë kam qenë inspiruar nga balkonet, kur meshkujt i binin kitares, unë jam rritur, njeri ishte një panoram, ishte një gjë shumë e bukur, dhe në balkon, në këto balkonet me shumë ornamente, si që sjell kjo copa dhe të xhaketa, janë këto balkonet me shumë ornamente dhe një bust femre, një femër që sapo kishte dalë në balkon. Prandaj, unë këtë koleksion Sorrento e kam dhe si atribut për figurën femrore. Më pëlqen shumë që edhe mënyra se si ke realizuar është shumë interesante. Materialet janë shumë të përzgjedhura. Edhe tablon. Edhe pjesa këtu është shumë deklamative, çfarë shpjegova, kurse këtu jemi gjithmonë me ato pikëzimet, gjëra tepër minimale. Kjo është një large në stilin. Çfarë sjellin pikëzimet? Çfarë detaji japin veshjes? Se duken shumë të imta, shumë detaje shumë të vogla. Po tërheqin shumë. Po në fakt, po është e vërtetë që mund ta provosh të si large, është një gjë është pak oversized? Është oversized. Këtë mund ta përdorësh prandaj e kam titulluar koleksionin Sorrento sepse jemi në plazh, në ditën nxehtë, mund të vishet edhe në plazh.
Po, absolutisht që po. Kjo mund të vish edhe në plazh, është për disa okazione gjithmonë on the beach. Është shumë e rëndësishme. Edhe materiali është shumë punojmë vetëm me materiale cilësor. përzgjedhura 100% pamuk. Kuptohet, Siç e punojmë vërtet. ke këmishat e tjera që janë Ama, ajo që më pëlqen shumë është që ke midis vizimeve, ke zgjedh shpesh ngjyrën blu, por këtu ke përdorur pak edhe vizime të vogla me ngjyrën e kuqe, shumë e bukur. kam si edhe pak të Dhe po ta shohësh është shumë elegante i gjithë punimi dhe është shumë i realizuar me kujdes edhe në pjesën e brendshme të këmishës. Pjesën e brendshme. Çka tregon një lloj profesionalizmi tuaj. Ne prodhojmë, domethënë nuk e them vetëm për veten time, po dhe artizanet që mua më mbështesin, ne Kjo prodhojmë është pjesa e pasme e këmishës. slow fashion, pra një modë tepër të avash, të kuruar me një mendim dhe cop një. Këto janë cop një. Shumë e bukur. Sa i Këto kemi janë unike, prezantuar, pra kur i nuk ka- prezantova në Itali, para një javë gjys, domethënë klientët direkt këtu janë gjëra që janë Si shitur e tashmë, vlerësuan, janë si e poseduar nga vlerësuan. njerëz, shumë pozitivisht. Pozitivisht. Edhe xhaketën me Po. të njëjtin. Po, xhaketën të cilën e treguam, ka disa lloje copash të vendosura, por Për dhe personazhe, pizime, po. për piktor, unë e mendoj këtë xhaketë unisex, mund ta veshi dhe Kështu do ta mendoja edhe unë. Unisex. Edhe kam përshtypjen që është edhe kombinueshme, lehtësisht. Shumë lehtësisht kombinueshme. Këtë do ta shikoja edhe nga pambuku copa që ka, e dokut vintage, do ta shikoja edhe në patallon shkurtra këtë xhaketën. Sa e bukur, një sy kaq i bukur. Tu jemi pastaj në një botë ishuish, tu jemi në një botë ciklopësh ishuish, prandaj them ato Sorrento, Mykonos, Dërmi, Palas, Mesdheu sa i bukur është. Apo pjesa e Katanjes që ka ato ciklopët përbau, ato gurët shumë e bukur, dhe manë jugu Italisë, edhe këmisha që është një copë e cila është pikturuar, është handmade dhe gjitha? Pjesa e pikturës këtu? Po, jemi, këto janë një piktori që unë jam inspiruar dhe i kemi bërë printed dhe pastaj këto janë dekoracione që shkoj i bëj printed. është një punë me muaj për të sjellë një koleksion. Dhe edhe këtu materiale, edhe kjo është një gjë pastaj shumë e lirshme. Edhe janë gjëra që mund të kombinohen. Kjo është një bluzë. Po të shikojmë tu jemi me nuk është tamam një këmish. Bluzë, këmish, shumë freestyle, shumë verore. Shumë verore vërtet. Dhe po ashtu keni punuar me një tjetër copë të printuar të vendosur sipër. Tu janë pak në antikitet, pak edhe pjesë Egjipti, pra ky Mediterani, janë ndërtesa të vjetra, më ka pëlqyer shumë ky print edhe e kam përdorur në forma të ndryshme në 2-3 këmisha. Mirë, çfarë do të shohim? Edhe këtu materialet janë tepër të zgjedhur. Po materiali këtu në fakt nuk është njësoj si materiali që kishim tek këmishat, që është disi më i plotë, është një material pak më i lehtë, shumë veror edhe pranveror, por prapë është punuar me shumë kujdes. Kjo është akoma në proces, në fakt nuk kam mbaruar. Besoj unisex duhet jetë edhe kjo? Po, është akoma në proces. Kam idera, unë i prodhoj filloj dekoracionet, pastaj transformoj, heq mëng, bëj, është... Tani këtu dua këmisha që unë kam prodhuar, prandaj e thash dhe më parë që më pëlqen shumë inovacioni. Faleminderit. Dhe kam kombinuar me këtë shavën që janë ato shavat e veçantë, që unë do t'i shpjegoj që i kam patentet, janë forma të reja që unë i kam zjerë. Një shall i cili mund të vendoset në të dy anët? Në të dy anët dhe ka 2 stinë. 2 stinë? Po, stina verore, nga kjo pjesa që kam dhe të jaka, që është shumë, dhe stina mund të themi dimërore. Pra është një shall multifunksional. Mund të vendosësh njërë si për këmishës tënde dhe për të kuptuar se si e ke menduar ti për ta sjellë? Ky është një shall fakt që mund të vinë në forma të ndryshme dhe sido që të pëlqej klienti apo poseduesi i këtij shalli, këto janë shall që unë po i patentoj. Janë disa forma shavash që unë i kam sjellë këtu që po i patentoj. Shumë e rëndësishme që arti, kur vjen me inovacion, ne duhet ta mbrojmë të drejtën e autorit. Ajo që më bën përshtypje është cilësia e copës. Është një mëndafsh i lehtë. Tu jemi në një formë. Kështu qëndron? Po, kjo është forma. Mund të shihem në pasqyrë?
ky është një shall I cili mund të vi edhe si një Femrar, aksesor, ekskluziv femrar. si për një veshje, si për një veshje. Absolutisht. Mund ta kombinosh me gjaketa, Më ka duket një mua gamë të apo gjerë. vjen duket si një jakë e madhe. Si një jakë. Pas e më perceptiv saktë. Janë forma që I kemi nxjerrë të reja dhe prandaj po I patentoj, po I Me çfarë mbrojnë. do të shkonte e veshur? Çfarë duhet të jesh I lisho e veshur? Pra të kesh një veshje e cila është një ngjyrshe? Unë mendoj që edhe ky shau më pëlqen shumë që aksesorin ta sjell domethënë të mbaj të ketë brenda më tepër se sa një stin. Pra është shau edhe veror, edhe pranveror, edhe veshtor, po ky është dhe shau që të leton në një veshje edhe me palto ose me një pardesy dhe vendos këtë edhe. Një shall jakë, një shall jakë. Po, shall jakë, është një jakë që të ndryshon dhe ka këtë formën që I kemi bërë këtë për zdredhjen. Këtu jemi prap I qik Egjipt, këtu jemi prap kjo shau ekskluziv veror, shumë I veçantë. Edhe ka dy forma, mund ta vendosësh nga të dy anët. Është shumë I veçantë. Kjo është një dizenjo. Sova këto 2-3 aksesor që janë më signifikativ për koleksionin. Shumë I bukur vërtet, a mundet të shërbejnë, sepse shpeshherë shallët sot po vinë edhe si aksesor, jo vetëm për të vendosur në kokë, por gjithashtu edhe për të vendosur si në vend të rripit të pantallonave. Shumë e vërtet, biles 2-3 shava që kam prodhuar më parë, mikeshat e mia I kanë përdorur dhe të pjesa e bëjnë shavën kështu dhe I fusin këtë xhinsat, edhe dalin ashtu bashkë me xhaketë. Do me thanë pa pjesën intime. Edhe përdorin shavën shumë. Edhe këtu jemi. Më shkoka dhe mua sot në veshje, besoj. E bukur. Kemi atë këmishën që kishe në dorë, Altin, kjo ta është shumë e shohim bashkë. veçantë, që është shumë e veçantë. Janë këmisha. Kjo është? Super. Edhe faktikisht mund të kombinohet dhe me shavin, me të gjitha. Si ka mundësi që ke menduar që të gjitha këto ngjyra, se duket sikur koloret që ti përdor janë të gjitha të kombinueshme me çfarëdo lloj elementi që ti mund t'i vendosësh sipër. A është një qëllim I yti ky apo është krejt rastësore mënyra edhe se si ti e shpreh artin tënd? Absolutisht që po, të falenderoj shumë për këtë pyetje. Unë mendoj që kur ti ke një dedikim me javë, me ditë, me muaj, absolutisht, dhe kur gjërat bëhen me shpirt, absolutisht që të dalin të bukura. Bukur, e vërtet, edhe unë e besoj këtë teori. Kemi dhe këtë është xhaket, një këmishë xhaket. E cila ka kolore vjeshtë më së shumti? Kjo është një këmishë, do me thanë, ka format të ndryshme, shumë, kam gërshetuar dy zinxhirët me lëkurën, me senapen, që lidhe dhe me këtë shavin koleksioni, se këtu kam sjellë vetëm nga një për mini koleksion e kapsul, dhe Mëngët sërish janë gjithmonë të punuara, të dekoruar. Visit e lirshme, është që nuk para përdor kopsa. Jo, nuk I përdor. Apo është pjesë e identitetit tënd të linjës që ti sjell? Lirshmëria dua të sjell shumë art, por me një lirshmëri dua që të provosh të gjën e veçantë. Kjo është një gjë tepër e veçantë që jemi gjithmonë te koleksionistë. Tu jemi, domethënë, tu kam sjell sa e bukur, për plazh është shumë bukur, për plazh, për ato vijat që neve mendojmë gjithmonë që I kemi konsumuar në për koleksione, po këtu vjen në një formë më fresh, më të këndshme, si guacka, si domethënë ato ngjyrat e detit, një banane, një diçka me çaj fillon mëngjesin, tu kam sjell. Domethënë gjëra që edhe duam të luajmë, edhe duam të luajmë me modën. Është vërtet, po edhe duam të qëndrojmë edhe shumë në mënyrë praktike, komode, të ndihemi mirë edhe me veshjet që veshim në stinën e verës edhe kur jemi në plazh. Një këmishë e tillë, a bën pjesë, ndoshta është pjesë e ndonjë koleksioni që është enkas për verën, apo në koleksionin Sorrento. Ky është një, domethënë, koleksioni I madh Sorrento që unë e kam fituar, ka mini koleksione që vijnë me dekorime të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, materiale të ndryshme dhe inspirime të ndryshme. Ajo që më tërheq vëmendjen është printimi, vjen ndryshe nga printimet e tjera. Pse qesh? Qesh sepse unë e gjeta? Shumë e vërtet, po. E shikoj që je shumë e vëmendshme për sa I përket detajeve. Po një sezon kemi folur për modën, të mos mësoja kaj detaje, nuk do më falej. Pse kjo lloj zgjedhje?
sepse... Apo për të sjellë mbase më bukur detajet verore. Faktikisht ka një diçka që... Kjo palma e bukur. Po, shumë e bukur. Ky loj printimi, që unë kam bërë dhe kjo loj, bën dhe një gjë që e kollaris shumë pjesën e përparses përpara. Dhe kur e kuros, janë disa trike që i diskutoj shpesh dhe me artizanet. Më thënë, po s'kur ta bëjmë kështu, për sa bëjmë është, dhe unë i pyet shpesherë. Se ato kanë shumë kulturë. Kanë shumë kulturë, se nuk e dim të gjitha. Më vjen, jo, dhe ne nuk e dinim këtë, që një... Po, një printing, e bën që t'jetë të qëndroj më shtrirë, pra më bukur. Kollarisur shumë, dhe një pjesë të duket e kollarisur, tjetra të jep një lëshmëri, mëngët mund t'i ndryshosh, mund t'i bësh dhe më të shkuar. Këtu nuk kam bërë atë mëngën e shkurtë që preferoj. Po, është disi më e gjatë. Po, sepse doja që... E plazhi dhe ato detaj. Po, shumë e vërtet. Doja që të ketë një gamë të gjerë dhe mizurash të klientëve, sepse ka njerëz dhe të gjatë që preferojnë që ta kenë pak mëndë, mos i vinë më nga këtu. Ama, ke menduar shumë mirë që edhe robabanjat të jenë po ashtu të kombinueshme, çfarëdo që mund të veshin vajzat me këtë kjo është shumë e vërtet. Konstatim shumë i saktë. Komplimente, konstatim shumë i saktë sepse kjo hyn dhe tek ngjyrat, po qevi, azurët, gjitha këto ngjyrat e blu, robabanjave që përdori portokallia, e verdha senapea, shumë e vërtet. Kopsat pastaj janë një tjetër detaj. Art më vete. Gjithmonë inspiruar nga ato piktorët që ndryshonin kopsat xhaketave vet, bonin në modifikim. Bukur, çfarë kemi tjetër për të treguar? Dua të shpjegoj pak street style, kam sjellë disa nga pantallona dhe veshje street style. Pantallona ti shohim? Po, kemi dhe një këmish të inspiruar nga folklori jon, shumë e veçantë. Se shkuam deri në Sorrento, këtu duhet ta kishim treguar të parën. Më pëlqejnë shumë këto, domethënë kur luaj me element minimal të traditës tonë. Sa të bukura. Edhe materiali i këmishës është shumë i butë, kur me të vërtet është fresh në darke për ta hedhur gjithmonë oversized. Po. Edhe e kuqe, gjithmonë që na karakterizon që janë koloret e folklorit tonë. Nëse kjo këmish nuk do t'i kishte të gjitha detajet që ju keni vendosur sipër, që me sa shoh kanë edhe materiale të ndryshme, pra është një material ndryshe, duket pak si më kastor, pak më jashtë për ky i jakës, edhe është krejtësisht material tjetër, ky që ndodhet në kapakët e xhepave. Nëse nuk do t'i kishte këto detaje, do t'ishte një këmish shumë e thjesht, vjeshtre dhe dimri. Por... Shumë, do me thanë, regular fit që e përdor kushdo. Këmishat e përditshmërisë. Kurse këtu vim në një nivel tjetër. Është këmish që më tha ato të Albania Nanta, Night, më thanë, pse s'na e sjell aty ta vendosim ke... Pse nuk e çove? Sa dua që ta prezantoj. Ta prezantosh. E bukur vërtet, po çfarë ka inspiruar më së shumti nga tradita jonë për të sjell këto detaje? Gjithmonë më pëlqen tradita, por dua ta stilizoj me element minimalist. Minimalist dhe ne jemi rritur me ato rrugicat qilimet, me ato rombet, me ato... Edhe prandaj i kam sjellur. Dikur madje i bënim edhe pjesë të orëve mësimore, të lëndët mësimore, të vizatimit mos gaboj. Shumë e vërtet. Këto simbolikat e folklorit tonë, e traditës, trashëgimisë. Sa bukurinë edhe në veshje. Ke punuar gjithashtu dhe e ke thyer të verdhën, që duket sikur dominon në këtë këmishë të zezë, me vizimet... Dy lloje të verdhës, limone dhe senape, mustard, me të kuqen karakteristike të folklorit tonë. Kuqe në pink. Është një kuqe... Kur vjen puna tek ngjyra, gjithë secili ka këndvështrimin e tij. I diskuton, edhe këtu jam, kurse këtu jemi ke koleksioni që tham street style. Këtu kam bërë ato... Mashkullor. Po, absolutisht që pa. Këtu kam sjell pak amplitudat e muzikës, partit, diskotekave, janë këto amplitudat e DJ-t. Me sa duket e DJ-t, nuk të ka... është shumë e veçantë. Kjo ka një material që të mbron shumë erën, është super si... Kam përzgjedhur të koleksioni rave street style, materiale të qëndrueshme, të plota, që t'japin, do me thanë, edhe boost, t'japin edhe qëndrim. Ju jeni gjithashtu edhe një DJ, dhe keme shumë dëshirë këto festat e ndryshme ku edhe luan. A do t'ishte një këmish kjo të cilën një DJ mund t'a kishte praktike gjatë momentit që luante? Absolutisht. Sepse unë nuk di dhe nuk marrë vesh nga Dhe po të shikosh, kjo ka fiksat e style, që ato vinë me gjëra, ose kimono, ose me këto këmishat me lëkur, me dekoracion, pastaj sa nxefet situata, rrinë pastaj me t-shirt. Po kur mirë të shojmë edhe pantallona që kemi aty, të bukura për street style-in
dhe për përditshmërinë. Tu jemi, në me thanë, kam gërshetuar mua, më pëlqen shumë me verda, to janë pantallona femrore. Femrore, unë s'po i vendosja kështu, se mendoja pantallona mos ishin femrore, janë shumë mashkullore. Jo, faktikisht po ta shikosh dhe formën, kanë prerjen, i kam dedikuar, por me këto thekët, me këto gjërat më kanë pëlqyer gjithmonë, edhe të dekoracionet ke xhepi apo këtu gjithmonë, këta e kam karakteristike se kam përdorur dhe Po, pse ke zgjedhur që ta kesh? Më pëlqen kjo gjëja këtu, nuk e Jep di. ndonjë element fizikut? Nuk e di se kur ta kompleton këtë pjesën e qëndrimit, apo kur ti je në një intervistë, je në lëvizje, ose do me thanë, më pëlqen shumë kjo pjesa këtu. Unë e përdor shumë. A janë këto një palë pantallona që mund të qëndrojnë bukur edhe me taka? Absolutisht, to janë me taka, ose ato këpucët të rejvë me shumë ortopedike gomë, komplet poroze. Kur flasim për street styling dhe për ditëshmërinë, mundohemi që t'jemi edhe më komodë, edhe ndaj pyes, por me sa pash edhe nga... Materiali është pamuk, 100%, shumë komodë. Edhe këto, pa qka se janë. I vendosin dhe këto, aty kemi dhe këto të zezat e tjera që kanë elemente dhe detaj shumë interesant gjithashtu, duke si kur janë të pikturuara me shkumës, por jo. Kurse këtu jemi lojra, fëminore, gjëra, këtu kemi edhe fëmirin brenda. Jemi maskota, gjëra, kam dash të luaj pak me... Shumë të bukura, vërtet. Dëme, na kujtojnë pak fëmiri. Ama janë edhe shumë moderne për materialin, për copën, për dizajnin që kanë. Kurse këto unë Të falenderoj shumë, i vendosin edhe këto Altin Tila, falenderit që ishe me ne edhe që solle prezantimin e të dy koleksioneve të tua sot, këtu në Ejat e Ne, edhe kështu mësuam edhe se sa i lidhur në fakt është artizanati edhe tradita e kultura jonë, element të tyre me modën. Falenderit shumë, do t'jemi sërish bashkë. Vjena Antoneta, apo do t'vjon tek ti? Originalitet e mbyllëm këtë emision Ejat e Ne për ditën e sotme. Ishin dy rubrika të cilat ishin të fokusuara tek puna dhe tek pasioni i artizanëve. Do të vim përsëri nesër në po të njëjtën orë, në orën 10:30, apo jo? Po, në ekranin e RTSH1D ju e dini tani më që ne çdo ditë në orën 10:30 jemi aty, ju nuk duhet mungoni, jeni besnikët tanë, miqtë tanë po ashtu, dhe ne ju presim nesër me të tjera momente të bukura dhe të tjerë të ftuar që do të vinë në studion tonë. Kalofshi bukur pas dite.